Në një fshat të vogël në thellësitë e maleve shqiptare, ku rrjedhin ujërat e kristalt të lumit Vjos, dhe ku era malore sjell aromën e livadhjeve me lule, jetonte një djalë i ri me një dhuratë të çuditshme. Emri i tij ishte Altin, dhe ndryshe nga të gjithë fëmijët e tjerë të fshatit, ai kishte një zemër që shkëlqente si ari i pastër. Jo vetëm se zemra e tij e dukshme në përgjoksin e tij rrezatonte një dritë të artë, por ajo kishte edhe një fushë magjike. Çdo gjë që ai prekte me dashuri të vërtet, kthehej në art të pastër. Altin jetonte me gjyshen e tij, nëna Drita, në një shtëpi të vogël prej guri në buzë të fshatit. Shtëpia e tyre ishte e varfër por e mbushur me dashuri. Nëna Drita ishte mësuar me djalin e saj të veçantë, dhe e dinte se zemra e tij e artë ishte edhe një bekim edhe një mallkim. Bekim, sepse ai mund të ndihmonte njerëzit në nevojë, dhe mallkim, sepse ka njerëz që do të donin ta shfrytëzonin këtë fushë për qëllimet e tyre egoiste. Djali im, i thoshte nëna Drita çdo mëngjes ndërsa përgatiste bukën e ditës, kujdes se si e përdor zemrën tënde. Ari që lind nga dashuria e vërtet është i bekuar, por ai që lind nga lakmi është i mallkuar dhe do të sillte fatkeqësi. Altini e dëgjonte gjyshen me vëmendje, por zemra e tij e re dëshironte të ndihmonte të gjithë. Ai shihte fëmijët e tjerë të fshatit që vareshin lakurish, familjet që vuanin nga uria, dhe pleshë që dridheshin nga të ftohtit. Si mund të mos përdorte dhuratën e tij për t'i ndihmuar? Një ditë vjeshte, kur fletët e pemëve kishin marrë ngjyrat e arit dhe bakrit, Altini po ecte nëpër pazar ku dëgjoi një vajim të dhimbshëm. Në një qoshe të pazarit, një grua e moshuar po qante me të madhe. Afër saj rrinte një vajzë e vogël, jo më shumë se 7 vjeçe, që po përpiqej ta ngushëllonte nënën e saj. Çfarë ka ndodhur, teze? Pyeti Altini me butësi. Gruaja e moshuar ngriu kokën dhe i pa sytë e nxehta të Altinit. O djali im, tha ajo me zë të thyer, vajza ime e vogël Lira është sëmur rënd. Mjeku nga qyteti thot se ka nevojë për ilaçe të shtrenjta që ne nuk mund t'i blejmë. Pa këto ilaçe, ajo do të vdes. Zemra e Altinit u shtrëngua nga dhembja. Ai pa vajzën e vogël që po hidhte vështrimin e saj të pafajshëm tek ai, dhe pa një çast vendosi. Nxori një gur të vogël nga xhepi i tij dhe e mori në dorë me gjithë dashurinë që kishte për njerëzimin. Në çastin e njëjtë, guri u shndërrua në një copë ari të pastër. Merreni këtë, tha ai dhe ja dha arin gruas. Shiteni dhe blini ilaçet për vajzën tuaj. Gruaja e moshuar nuk mund ta besonte atë që po shihte. Ajo e pa arin në dorën e saj dhe pastaj pa Altinin me sy plot habi dhe mirënjohje. Por si? Kush je ti, djali im? Unë jam thjesht dikush që dëshiron të ndihmoj, u përgjigj Altini me një buzëqeshje. Shkoni tani dhe shëroni vajzën tuaj. Kjo ishte fillimi i diçkaje që do të ndryshonte jetën e Altinit përgjithmonë. Lajmi për djalin që mund të krijojë ar prej dashurie u përhap si zjarri në përfshat. Njerëzit filluan të vinin tek shtëpia e tij, të gjithë me nevojat e tyre. Vinte baba Hamiti që kishte humbur derat nga një sëmundje, dhe Altini e ndihmoi. Vinte motër mqefitore që ishte djegur shtëpia dhe Altini e ndihmoi. Vinte çobani Qazim që i kishte vrarë dhent ujshërit dhe Altini e ndihmoi. Por me kalimin e kohës, Altini filloi të ndihej i lodhur. Çdo ditë vinin më shumë njerëz dhe jo të gjithë vinin me nevoja të vërteta. Disa vinin thjesht sepse dëshironin të pasuroheshin. Të tjerë vinin me gënjeshtra të elaboruara për të fituar arin e tij. Një ditë erdhi një burrë elegant nga qyteti, me rroba të shtrenjta dhe me një karrocë të bukur. Emri i tij ishte Zoti Avdyli, dhe ai ishte një tregtar i pasur. Djali im, tha ai me një buzëqeshje që nuk arrinte në sytë e tij. Kam dëgjuar për dhuratën tënde të mrekullueshme. Jam një njeri i pasur, por dëshiroj të jem edhe më i pasur. Nëse ti më ndihmon, unë do të jap gjysmën e pasurisë sime. Altini e pa këtë burrë dhe zemra e tij e artë nuk shkëlqeu si zakonisht. Diçka nuk ishte e drejtë. Për çfarë keni nevojë arin? Pyeti Altini. Dua të blej më shumë toka, më shumë shtëpi, më shumë gjëra. Dua të jem njeriu më i pasur në këtë krahin, tha Zoti Avdyli. Nuk mund t'ju ndihmoj, tha Altini. Zemra ime krijon ar vetëm atëherë kur është për të ndihmuar dikë në nevojë të vërtet, jo për lakmi. Fytyra e Zoti Avdylit u nxeh nga inati. Atëherë do ta marr me forcë. Ai thiri 4 burra të mëdhenj që ishin fshehur pas karrocës së tij. Ata u sulën mbi Altinin dhe përpara se ai të mund të reagonte, e kapën dhe e lidhen.
Nëna Drita që dëgjoi zhurmen, doli jashtë dhe filloi të bërtas për ndihmë. Por burrat e Zoti Avdylit e kapën edhe atë. Tani do të më japësh sa art të dua, tha Zoti Avdyli me një buzëqeshje të egër. Ose gjyshja jote do të vuaj. Por Altini zbuloi diçka të çuditshme. Sa më shumë që ai ndjente urrejtje dhe frikë, aq më pak shkëlqente zemra e tij. Dhe kur ai u përpoq të krijonte ar në kërcenim, nuk ndodhi asgjë. Zemra e tij e art po shuante. Çfarë po ndodh? Thiri Zoti Avdyli. Pse nuk po krijon ar? Sepse zemra ime punon vetëm me dashuri, tha Altini. Urrejtja dhe frika e kanë bërë atë të paaft. Zoti Avdyli u tërbua dhe urdhëroi burrat e tij të rrihnin Altini. Por në atë moment, diçka e mrekullueshme ndodhi. Të gjithë njerëzit që Altini kishte ndihmuar gjatë viteve filluan të mbërrinin. Baba Hamiti me bitë e tij, motër mqefitore me familjen e saj, çobani Qazim me çobantë e tjerë dhe shumë të tjerë. Lëreni djalin tone, bërtitën ata në kor. Ishte një betejë ashpër, por njerëzit e fshatit, të bashkuar nga dashuria dhe mirënjohja për Altinin, arritën ta mundnin Zoti Avdylin dhe burrat e tij. Ata I dëbuan nga fshati dhe u betuan se kur më nuk do t'i lejonin të ktheheshin. Por dëmi ishte bërë. Zemra e Altinit kishte humbur shkëlqimin e saj. Ajo ende rrahte, por ari I artë që dikur e mbushte ishte zbehur në një ngjyrë të zbet. Altini u kthye në shtëpi me nëna Dritën, por ai ishte I thyer. Gjyshe, tha ai, kam humbur dhuratën time. Nuk mund të ndihmoj më askën. Nëna Drita e përqafoi me butësi. Djali im, tha ajo, zemra jote nuk ka humbur asgjë. Ajo ka mësuar diçka të rëndësishme. Çfarë ka mësuar? Ka mësuar se dashuria e vërtet nuk vjen nga dhurimi I pasurive, por nga dhurimi I vetes. Ti ke dhënë aq shumë nga vetja sa që ke harruar se kush je ti. Natën e asaj dite, Altini nuk mund të flinte. Ai doli nga shtëpia dhe shkoi deri te lumi. Atje, në dritën e hënës, ai mendoi për të gjitha ato që kishin ndodhur. A kishte qenë gabim që ndihmonte njerëzit? A kishte qenë gabim që përdorte dhuratën e tij? Ndërsa po mendonte, ai dëgjoi një zë të butë pas tij. Altini. Ai u kthye dhe pa vajzën e vogël Lira, atë që ai e kishte ndihmuar të parën. Ajo tani ishte e shëruar dhe e shëndetshme. Lira, çfarë bën këtu kaq vonë? Erdha të falenderoj, tha ajo. Nëna ime më tha se ti më shpëtove jetën. Por unë nuk kam më dhuratën time, tha Altini me trishtim. Nuk mund të ndihmoj më askënd. Lira buzëqeshi. Ti nuk e kupton, apo jo? Ti nuk na ndihmove sepse kishe një zemër të artë. Ti kishe një zemër të artë sepse na ndihmoje. Altini e pa vajzën me habi. Çfarë do të thuash? Dashuria që ti tregove, mirësia që na dhe, kjo është ajo që e bën të zemrën tënde të shkëlqej. Dhe kjo dashuri është ende atje brenda teje. Ndërsa Lira po fliste, Altini filloi ta ndjente përsëri. Një ngrohtësi të butë në gjoks, një dritë të lehtë që po forcohej. Ai pa poshtë dhe sheh se zemra e tij po fillonte të shkëlqente sërish, por kësaj radhe ndryshe. Nuk ishte më kaq shëndezur sa më parë, por kishte një dritë të qëndrueshme, të butë si drita e një ylli. Por si, pyeti ai, sepse ke mësuar diferencën midis dashurisë së vërtetë dhe dëshirës për t'u dukur I mirë, tha një zë tjetër. Altini u kthye dhe pa një grua të bukur me flokë të bardhë dhe sy që shkëlqenin si vjet. Ajo vishte një fustan të bardhë që dukej se ishte thurur nga drita e hënës. Kush jeni ju? Pyeti Altini. Unë jam zana e dashurisë, tha gruaja. Unë jam ajo që të dhuroj zemrën e artë kur lindje, sepse e dija se ti do të bëheshe një njeri I veçantë. Por pse ma hoqet atë? Nuk ta hoqa unë, tha zana. Ti e humbët atë vetë kur fillove ta përdorësh atë jo për dashuri, por për t'u dukur I mirë përpara të tjerëve. Kur njerëzit filluan të vinin vetëm për arin, dhe ti vazhdo t'u japësh pa pyetur nëse vërtet kishin nevojë, ti nuk po jepje dashuri, po jepje thjesht ar. Altini e kuptoi. Unë doja që të gjithë të më duan. Doja të jemi përsosur. Harrova se dashuria e vërtet ndonjëherë thot jo. Pikërisht, tha zana me një buzëqeshje. Dhe tani që e ke mësuar këtë, zemra jote është bërë edhe më e fuqishme se më parë. Por ajo nuk shkëlqen si më parë, vuri re Altini. Sepse tani ajo është zemra e një njeriu të pjekur, tha zana. Drita e saj nuk është më e verbër dhe e shëndritshme. Është e qëndrueshme dhe e zgjuar.
Ajo do të ndihmojë të dallosh midis atyre që vërtet kanë nevojë dhe atyre që thjesht duan të përfitojnë. Në ditët që erdhen, Altini zbuloi se zemra e tij e re ishte vërtet e ndryshme. Ajo ende mund të krijonte ar, por tani ai e dinte ku ta bënte këtë. Kur erdhi një nën me fëmijë të sëmur, ai e ndihmoi. Kur erdhi një plak që kishte humbur shtëpi nga një zjarr, ai e ndihmoi. Por kur erdhi një tregtar tjetër që donte të pasurohej, ai tha jo. Me kalimin e kohës, Altini u bë i njohur jo vetëm për dhuratën e tij, por për mençurinë e tij. Njerëzit vinin tek ai jo vetëm për ndihmë materiale, por për këshilla dhe drejtim. Ai u bë një udhëheqës i fshatit, një njeri që njerëzit e respektonin dhe i besonin. Një ditë pranvere, disa vite më vonë, një vajzë e re erdhi në fshat. Emri i saj ishte Albana dhe ajo ishte një mjeke e re që kishte ardhur të ndihmonte njerëzit e fshatit. Ajo kishte dëgjuar për Altinin dhe dëshironte ta takonte. Kur Albana e pa Altinin për herë të parë, ajo ndjeu diçka të pazakontë. Kishte diçka në mënyrën se si ai e shikonte atë, në butësinë e zërit të tij, në mënyrën se si zemra e tij shkëlqente butësisht nën rrobat e tij. Ti je Altini për të cilin kam dëgjuar shumë, tha ajo. Dhe ti je mjekja e re, tha ai me një buzëqeshje. Kam dëgjuar se ti ke shëruar shumë njerëz këto ditë. Ndërsa filluan të punonin së bashku, Altini duke ndihmuar me nevojat materiale të njerëzve dhe Albana duke i shëruar ata zbuluan se bënin një ekip të përsosur. Albana e admironte mençurinë dhe dashamirësinë e Altinit, dhe Altini admironte aftësinë dhe devotshmërinë e Albanës. Me kalimin e kohës, një dashuri e butë filloi të rritet midis tyre. Nuk ishte dashuria e flaktë e rinisë, por diçka më e thellë dhe më e qëndrueshme. Ishte dashuria e dy njerëzve që e kishin gjetur qëllimin e jetës së tyre në ndihmën e të tjerëve. Një mbrëmje vere, ndërsa po ecnin përbri lumit në dritat e vjeve, Albana e pyeti Altinin për diçka që e kishte munduar. Altini, tha ajo, a e pendohesh ndonjëherë që ke këtë dhuratë? A nuk do të doje ndonjëherë të ishe thjesht një njeri i zakonshëm? Altini ndaloi dhe e pa atë me sy plot dashuri. Dikur e mendoja këtë, tha ai. Kur isha i ri, ndonjëherë doja të isha si të gjithë. Por tani e kuptoj se çdo njeri ka dhuratën e vet. E imja është më e dukshme, por jo më e rëndësishme se e juaja. E jona, pyeti Albana. Po, ti ke dhuratën e shërimit. Unë kam dhuratën e dhurimit. Të dyja janë forma të ndryshme të së njëjtës gjë dashurisë për njerëzimin. Atë natë Altini i propozoi Albanës dhe ajo pranoi me gëzim. Dasma e tyre u bë famshme në të gjithë krahinën. Njerëzit erdhën nga fshatrat e largëta për ta parë çiftin që kishte dhuruar aq shumë për komunitetin e tyre. Vitet kaluan dhe Altini dhe Albana patën 3 fëmijë. Një djalë që e quajtën Drito, një vajzë që e quajtën Shpresa dhe një vajzë tjetër që e quajtën Dasma. Çdo fëmijë trashëgoi diçka nga prindërit e tyre. Drito kishte dhuratën e të menduarit qartë dhe të zgjidhjes së problemeve. Shpresa kishte dhuratën e të përjetshme së optimizmi dhe dhurimit të shpresës të tjerëve, dhe Dasma kishte dhuratën e bashkimit të njerëzve. Por ishte vaji i tyre më i vogël, Drito, që trashëgoi diçka shumë të veçantë nga babai i tij. Kur Drito ishte vetëm 5 vjeç, Altini vurire se fëmia e tij kishte një shkëlqim të lehtë rreth zemrës. Por ndryshe nga zemra e arit të Altinit, zemra e Dritës shkëlqente me një dritë të bardhë, si drita e diellit. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti Albana kur e vunëre. Atë natë, zana e dashurisë ju shfaq përsëri. Djali juaj ka një dhuratë edhe më të rrallë se e juja, tha ajo. Ai ka zemrën e Dritës. Ndërsa ti, Altin, mund të krijosh ar prej dashurie, djali yt mund të krijojë dritë prej shpresës. Dritë? Pyeti Altini. Po. Kur njerëzit janë të zhytur në errësirën e depresionit, të dëshpërimit, të frikës, ai mund t'u jap dritë që i ndriçon shpirtrat e tyre. Kjo është një dhuratë edhe më e rrallë se e juja. Kështu familja e Altinit u bë edhe më e veçantë. Njerëzit vinin jo vetëm për ndihmë materiale dhe mjekësore, por edhe për shërim shpirtëror. Drito, edhe pse ende fëmijë, tregoi një mençuri të jashtëzakonshme në të kuptuarit e vuajtjeve të njerëzve. Një ditë, Zoti Avdyli, tregtari i keq që kishte përpjekur ta rëmbente Altinin vite më parë, u kthye në fshat. Por kësaj radhe ai nuk erdhi me forcë. Ai erdhi i përulur, i veshur me rroba të skuqura dhe me fytyrë të pikëlluar. Altini, tha ai, kam ardhur të të kërkoj falje. Altini e pa me habi. Çfarë ka ndodhur me ju?
Pas asaj dite ku ju më dëbuat nga fshati, tha zoti Avdyli, unë e vazhdova të kërkoja arë në mënyra të ndryshme. Përpjeka të gënjej, të vjedh, të mashtroj. Por sa më shumë arë që fitoja, aq më pak i lumtur ndjesha. Në fund, humba çdo gjë, familjen, shokët, të gjithë paratë. Dhe tani jam këtu, i vetëm dhe i dëshpëruar. Zemra e Altinit u mbush me keqardhje për këtë njeri. Çfarë dëshironi prej meje? Nuk dua arë, tha zoti Avdyli. Dua të di si mund ta gjej përsëri lumturinë. Si mund të bëj diçka të mirë me jetën time. Altini pa djalin e tij, driton që po luante afër. Zemra e fëmijës po shkëlqente butësisht. Drito, tha Altini, leja këtu. Djali i vogël ju afrua dhe pa zoti Avdylin me sy plot keqardhje. Ti je i trishtuar, tha Drito me zërin e tij të bukur fëmijëror. Po djali im, tha zoti Avdyli. Jam shumë i trishtuar. Drito shtriu dorën e tij të vogël dhe e preki dorën e zoti Avdylit. Në atë moment, një dritë e butë shpërtheu nga zemra e fëmijës dhe rrethoi të dy. Zoti Avdyli ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer për vite, shpresë. Çfarë? Pyeti ai duke parë dritën magjike. Djali im ka dhuratën e dhurimit të shpresës, tha Altini. Dhe ai mund të shohë se në zemrën tuaj ende ka mirësi. Zoti Avdyli filloi të qaj. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai ndjeu se ishte mundësia për ta filluar përsëri jetën. Çfarë mund të bëj? Pyeti ai. Filloni nga e para, tha Altini. Ka shumë njerëz në nevojë në këtë botë. Përdorni aftësitë tuaja tregtare për t'i ndihmuar ata në vend që t'i shfrytëzoni. Dhe kështu zoti Avdyli u bë një ndër ndihmësit më të mëdhenj të komunitetit. Ai krijoi një rrjet tregtar që ndihmonte fshatrat e varfra të shitnin produktet e tyre në qytete të mëdha. Ai ndërtoi shkolla dhe spitale. Dhe ai kur nuk harroi mësimin që mësoi nga familja e Altinit. Me kalimin e viteve, fama e familjes së Altinit u përhap në të gjithë vendin. Njerëzit i quanin ata familja e zemrave të bekuara. Por ata që i njihnin personalisht e dinin se ajo që i bënte të veçantë nuk ishin dhuratat e tyre magjike, por dashurinë e sinqertë që kishin për njëri tjetrin dhe për njerëzimin. Kur Altini u plak, ai u bë edhe më i urtë. Ai kuptoi se zemra e tij e artë ishte vetëm një mjet. Ajo që vërtet kishte rëndësi ishte shpirti që e drejtonte atë mjet. Ai mësoi njerëzit e rinj të fshatit se si të jepnin nga vetja pa pritur asgjë në kthim, se si të dallonin midis nevojës së vërtet dhe dëshirës, dhe se si të ruanin zemrat e tyre të hapura edhe kur botën dukej mizore. Një ditë, kur Altini ishte në moshën 70 vjeç, zana e dashurisë ju shfaq për herë të fundit. Koha ime ka ardhur të shkoj, tha ajo. Misioni im me ty është kryer. Por përse? Pyeti Altini. Sepse ti nuk ke më nevojë për mua, tha zana me një buzëqeshje të dashur. Ti ke mësuar çdo gjë që doja të mësoja. Ke mësuar se dashuria e vërtet nuk është vetëm dhurimi, por edhe udhëheqja me mençuri. Ke mësuar se ndihmesa më e madhe që mund t'i japësh dikujt nuk është ari, por shpresa dhe drejtimi. Dhe më e rëndësishmja, ke mësuar se çdo njeri ka një zemër të artë brenda tij. Ata thjesht kanë nevojë të mësojnë se si ta përdorin. Por çfarë do të ndodh me dhuratën time? Pyeti Altini. Zemra jote do të vazhdojë të shkëlqejë deri në ditën e fundit të jetës sate, tha zana. Por tani ajo nuk do të jetë më sekret juaj familjar. Çdo njeri që do ta shikojë do ta kuptojë se zemra e artë nuk është diçka që lind, por diçka që krijohet me dashuri, sakrificë dhe shërbim. Dhe vërtet, ndërsa kaluan vitet, njerëzit filluan ta vinin re se edhe zemrat e tyre po fillonin të shkëlqenin pak nga pak. Jo me shkëlqimin e arit si Altini, por me drita të ndryshme, drita e dashurisë, e mëshirëkordisë, e guximit, e shpresës. Fshati i vogël ku kishte jetuar Altini u bë i famshëm si fshati i zemrave të artë. Njerëzit vinin nga të gjithë bota për të mësuar sekretin e lumturisë dhe të kënaqësisë. Kur Altini vdiq në moshën 85 vjeç, i rrethuar nga familja dhe miqtë e tij, zemra e tij dha një shkëlqim të fundit, më të ndritshëm se kurrë më parë. Dhe pastaj, në vend që të shuhet, ajo shkëlqim u shpërnda në të gjitha zemrat që ishin të pranishme. Nga atë ditë e tutje, çdo njeri që kishte njohur Altinin mori me vete një pjesë të vogël të dritës së tij. Dhe ata në radhën e tyre e përhapin këtë dritë të tjerët. Sot, nëse shkoni në atë fshat të vogël në malet e Shqipërisë, do të shihni diçka të mrekullueshme. Çdo banor i fshatit ka një shkëlqim të lehtë rreth zemrës. Jo aq i fortë sa ai i Altinit,
por mjaft i dukshëm për t'ju kujtuar se dashuria, mirësia dhe shërbimi ndaj të tjerëve janë dhuratat më të mëdha që mund të zotërojë një njeri. Dhe nëse pyesni çdo njeri të fshatit se çfarë ka mësuar nga historia e Altinit, ata do t'ju thonë të njëjtën gjë. Secili prej nesh lind me një zemër të artë. Çështja nuk është se a e kemi atë, por se si zgjedhim ta përdorim. Nëse e përdorim për veten, ajo do të zbehet.